Situata e rënduar nga përmbytjet në zonën e Kurbinit është ndjekur nga afër nga deputeti i Partisë Demokratike Kastriot Piroli, i cili prej orëve të para të mëngjesit ka qenë në terren për të monitoruar nga afër dëmet dhe problematikat që kanë prekur banorët. Piroli ka deklaruar se gjendja krijuar vjen si pasojë e keqmenaxhimit të rezervarit të Zhejës dhe mungesës së plotë të vëmendjes për mirëmbajtjen dhe hapjen e kanaleve kulluese, si nga bashkia, ashtu edhe nga bordi i kullimit. Sipas tij, prurjet e larta dhe kanalet e bllokuara kanë sjellur përmbytje të menjëhershme në disa zona të Kurbinit. Duke filluar që nga nënkalimi i Fush Mamursit, që është i bllokuar, që është bllokuar zona Fush Mamurras poshtë që lidh Fush Mamursin me Mamursin ndodhet e bllokuar. Vazhdojmë për të ardhur në Mamurras, rruga te lagja Demokracia dhe bonifikimi është e bllokuar nga zhavorri i cili ka zbrit poshtë në asfalt. Pjesa e Zhejës dhe e Gjormit, ku rruga për të kaluar në Fush Gjorëm është totalisht e mbyllur, pra nuk funksionon, uji është mbi 2 metra, gjithashtu dalja e projit të Zhejës në 2 drejtime, si në Gjorëm, ashtu edhe në Zhejë, ka krijuar përmbytje dhe rrugët janë bërë të pakalueshme, si në fshatin Zhejë, ashtu edhe në fshatin Gjorëm. Pa dësh të etiketoj bashkinë apo personat tjerë që janë përgjegjshëm për punën që bëjnë, sidomos bordi i kullimit, kanalet në gjithë territorin e bashkisë Kurbin pothuajse janë bllokuara. Deputeti demokrat i bëri thirrje qytetarëve për kujdes të shtuar, ndërsa ka kërkuar angazhim më të madh nga të gjitha strukturat përgjegjëse për menaxhimin e situatës dhe ndihmë për banorët e prekur.